Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj që kjo ditë të jetë shumë e bukur për ju, shumë e mbar, shumë e shëndetshme. Sepse ndoshta mbi këto shtylla të rëndësishme të jetës së njeriut mund të ndërtohet çdo gjë. Sot kam shumë kënaqësi të jem në studio me një personalitet shumë dimensional, që lidhet me një aktivitet mbreslanës, me një aktivitet që nis që herët dhe që me pasion dhe me shumë dashuri vijon të ushqehet në të gjithë rrugët e tij. E ftuara ime sot është një mësuese e gjuhës frange. E ftuara ime sot është një promovuese e kulturës së Shkodrës dhe Shqipërisë, një personalitet që në ecurinë e saj punon për promovimin e Shqipërisë në të gjithë rrugtimet e saj si guid kulturore e Shkodrës dhe e Shqipërisë. E ftuara ime sot është kryetare e shoqatës kombëtare të mësuesve të gjuhës frange. Ajo quhet Lindita Trashani. Nadia, mirëmëngjes. Nadia, mirë. Kënaqësi, Lindit. Faleminderit për ftesën, Merita. Kjo është bie shumë mirë sepse bie gjithashtu në muajin e frankofonisë, duke qenë mësuese e gjuhës frange. Ne quajmë muaj i frankofonisë, po faktikisht në Shqipëri zgjat më gjatë dhe është pranvera frankofone. Dhe ne mësuesit kemi si objektiv që ta bëjmë që parfumi i kësaj pranvere të njihet kudo në shkollat ku jepet frëngjisht. Për një person si ty, muaji i frankofonisë është gjithë vitin, është gjithë jetën. Po, sepse është pasioni im. Është pasioni juaj. Keni shumë aktivitete, unë vetëm pak thash, sepse besoj se do t'i zbulojmë në bisedë dhe ai ravizimi i shpejt që bëna në fillim do të detajohet në një portret të arrir në të gjithë ecurinë tënde, apo jo? Po, do mundohen. Së fundmi jeni pjesë e një filmi dokumentar të TV5 Mond. Si një personazh që keni ecurinë tuaj, që promovoni Shqipërinë, që keni padyshim një rrugë pasionante dhe me shumë arritje. Besoj se është diçka e bukur. Në ekran regjia po na jep edhe një foto aty ku pas këtij dokumentari revista Le Français de Le Monde ka një shkrim të dedikuar për ju. Është diçka e bukur, shoh një portret shumë të bukur dhe një shkrim pas këtij portreti. Pra janë dy vëmendje që ju drejtohen nga media, nga televizione dhe gazeta franceze. Po, ditët e fundit faktikisht është publikuar në revistën Le Français dans le Monde, që është një revistë që i kushtohet të gjithë botës frankofone, sidomos mësuesve. Një artikull për profilin tim në qofse. Por ky artikull është inspiruar faktikisht nga reportazhi La Destination Francophone, që është realizuar nga një gazetar i njohur jo vetëm në Francë, por kudo në botë, Ivan Kabakov. Kur ftesa nga ambasada franceze mu bë për të prezantuar, sepse unë nuk kam qenë vetëm, faktikisht për zburimin e Shqipërisë, nëse e quajmë këtë, qëllimi i këtij emisioni është zbulojmë Shqipërinë, një vend
sepse realizohet në shumë vende të botës, por nëpërmjet personazheve frankofon. Dhe unë kisha fatin të prezantoja Shkodrën, që ofron shumë gjëra. Dhe jam munduar sepse koha është e shkurtër, e di mirë, në një emision ku duhet të prezantohet të gjithë Shqipëria, dhe jam munduar të jap pikat kryesore, kalan që është krenaria e shkodranëve, por jo vetëm, gjithashtu liçenin e Shkodrës me bukuri që ka mbetur në të gjitha faqet e televizionit dhe në faqet e rrjeteve sociale të këtij kanali televiziv TV5 Monde dhe Muzeon Kombëtar Marubi. Dhe qëllimi i revistës është një nga personazhet, sepse është Tirana, Berati, Gjirokastra, Korça dhe Shkodra, i dedikohet një artikull. Faleminderit Destinacion Frankofon. Jeni përzgjedhur ju mes gjithë këtyre personazheve për të bërë për të dedikuar një shkrim të veçantë në këtë revistë. Apo ja? Po, revista do të thotë një vlerësim. Faleminderit. Ndoshta kjo lidhet edhe sepse tek profili im nuk ishte thjesht një guj turistike, por unë isha mësuese e gjuhës frënge, pra një kasketa jame kryesore që është mësuese e gjuhës frënge, guj turistike, gjithashtu edhe presidente e shoqatës së mësuesave të gjuhës frënge. Pra, personaliteti juaj shtrihet në thellësi të çdo arterje që lidh Shqipërinë me botën frankofone. Po mund të them që ai filli kuq jetës time është frëngjishtja, pra çdo gjë që unë bëj lidhet me frëngjishten. Është një habitat që me sa shoh ndjehesh shumë mirë dhe ka nisur shumë herët, apo ja? Po, një vajzë e vogël që ndron të fliste frëngjisht, apo që mësoj disa fjalë rastësisht dhe më pas ato ngjiten dhe magnetizuan në zemrën tuaj? Në femërinë time, si në të gjithë shkollat e asaj kohe, mësimi i gjuhës fillonte në klasën e 5, dhe unë fillova në shkollën 7 nëntori atëherë, Ismail Qemali sot, gjuha huaj ishte frëngjishtja dhe unë fillova në klasën e 5 dhe kam pas një mësuese shumë pasionante që Agime Osmani, që e falenderoj për përshëndetje për respekt. Që e falenderoj për në Amerikë, në Mosgavoj. Po. Ajo më dha, shikoj tek unë një dëshirë dhe më jepte gjithmonë edhe gjëra plus për të mësuar, por kjo nuk meti vetëm në klasë, faktikisht sepse unë në familjen time kisha një aq, i cili fliste frëngjisht, që e kishte mësuar në gjimnazin 28 nëntori, që kishte pasur mësues francez në atë kohë. Dhe ada juaj quhet? Eles Trashani. Respekt. Faleminderit. Dhe ai tek unë, ndoshta sepse ne ishim një familje e madhe dhe kishim shumë fëmijë që mësonin dhe të gjithë faktikisht mësonin mirë, po diçka që një pasion temin dhe më jepte librat për fëmijë frëngjisht. Unë aty pash jo vetëm frëngjishtin që mësova në shkollë, por gjithashtu edhe një botë tjetër, imagjinare të frëngjishtës dhe të Francës. Dhe që atëherë unë isha vendosur që do të vazhdoj të mësoj frëngjisht më mirë. Në atë periudhë frëngjishtja filloi të jepet në shkollën e gjuhëve të huaja, që ishte një shkollë me shumë vlera në atë kohë, por unë pata fatin të vazhdoj studimet aty, sepse dihet që në atë periudhë nxënësit nuk shkonin aty ku kishin pasionin. Ishte Këshilli i Lagjes që vendoste se ku për të ardhmen, duhet i themi gjëra, për të ardhmen e të rive. Kështu dhe unë pata fatin dhe pata të drejtën për të studiuar në atë shkollë dhe ku kishte nxënës shumë të mirë dhe konkurenca ka qenë shumë e fortë.
Dhe pastaj vazhdova studimet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Tiranës. Kisha momente që qëndroje në situata të ndryshme dhe mendoje si të përgjigjem frëngjisht kur gjithandej kishe gjithmonë shqipfolës. Uj, mund të thoshe ndonjëherë. Po. Kjo që e vogël. Kjo është bërë tashti ndoshta edhe një emete jame, sepse edhe në shtëpi un përgjigjem frëngjisht sepse koha, dita ime, e përditshme ime është më tepër frëngjisht se sa shqip, duke në shkollë, në emaile, në aktivitete. Pra, që do të thotë që mendja juaj është në punë me frëngjishten, ndërkohë që gjuha jonë sa e mirë, sa e ëmbër, sa e vlerë, nuk e harrojmë këto. Po, që nuk e harroj dhe gjithashtu me nxënësit e mi, kur unë jap mësim frëngjisht, mundohem që t'jap edhe pjesën shqip, lidhjen e frëngjishtes me shqipen. Mundem me thënë që që në fillim që frëngjishtja ishte për mua si ajo dashuria e parë, që nuk harrohet dhe vazhdon. Prandaj me këtë frëngjisht unë mundohem me bë shumë gjëra. Keni patur periudha sfiduese në këtë ecuri të formimit tuaj. Thatë që keni kaluar nga shkolla 8 vjeçare, 9 vjeçare në atë të mesme, ku kërkesat ishin më speciale, ku konkurenca ishte e fortë, më pas për të vijuar studimet përsëri. Të gjitha këto janë stadet të cilat ju i keni kaluar, jo pas sfida, po jo. Normalisht sfidat kanë qenë të mëdha, sepse ndryshimi nga një nivel në nivelin tjetër dhe sidomos në shkollën e lartë që do të largohesha nga shtëpia, kisha sfida që jetoja në konvikt, normalisht që konkurenca ishte shumë e fortë edhe nëpërmjet sepse vjen keq, po atëherë për sot, sepse kërkesa për të mësuar frëngjisht ishte shumë e madhe, dhe nxënësit që vazhdonin studimet për gjuhë të huaj ishin nxënësit më të zgjedhur të asaj kohe. Keni qenë në besim plot gjithmonë tek vetja se ti do të t'ja dalësh dhe do t'ja dalësh shumë mirë, përderisa ke një ecuri të tillë, unë besoj këtë, por gjithsesi ajo edhe beteja me vetveten ndoshta ka qenë e fortë. Po, mund të them që me punë arrije gjithçka, sepse nuk mbaron formimi im, nuk mbaron tek marrimi i shkollës dhe kaq. Faktikisht unë kam bërë shumë formime, jo vetëm në Shqipëri, dhe këtë film pas universitetit apo jo, gjatë karrierës time. Kam bërë formime në Francë, Belgjik, Rumani, Bullgari, po, sepse faktikisht keni post diploma të tjera. Mund them diploma të tjera, dëshmi të tjera, të cilat formime sidomos në mënyrën si të rregulloj, si të eci me kohën në anën didaktike të mësimdhënies së gjuhës frënge. Sepse duhet të themi që ne kur mbaruam shkollën ishim thjesht kishim vetëm mësuesa shqiptar dhe është profesora shqiptar shumë të nderuar, por që të flasësh frëngjisht me një francez ose një francez nativ është diçka tjetër, kuptohet. Kishe dilema kur morë diplomën, mësuesia, përkthyese e letërsisë, shoqëruese e turistëve, po e them kështu në gjuhën popullore, apo e dje që mësuesia do të ishte edhe si të duk? Faktikisht diploma me cilën i na pajis në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, unë kam mësuese e gjuhës frënge për shkollat e mesme. Në vitin 92. Atëherë nuk kishte mundësi të tjera, por faktikisht edhe si natyrë unë kam dëshirë të transmetoj. Të transmetoj njohuri, të transmetoj, dhe kjo më ishte shumë komode. Isha shumë komode. Edhe nuk jam e penduar. Si ishte përballja e parë me nxënësit?
ose qasja e parë, se përballja nuk më pëlqen si fjalë. Faktikisht unë karrierën time e kam filluar në shtator të 92-shit në shkollën e mesme në Mjet. Isha 4 vjetë ma madhe se Nxanësit. Vështirësitë nga ana infrastrukturës ishin shumë të mëdha. Unë visha nga fakulteti Gjuhëve të Huaja ku kisha bë fonetik me profesoreshën e nderuar Lumnie Boriçi, me laborator etj. Aty kishin probleme dhe s'kishte xhama në klasë. Por u mundohesha që mi u dhan dëshirën për me mësu një gjuhë të huaj. Nuk ishte e gjatë, kam ndaj vetëm një vit në Mjet dhe pastaj kam vazhduar në gjimnazin 28 nëntori. Pas disa viteve kam kaluar në shkollën e Gjuhëve të Huaja. Ishte qëllimi jem faktikisht, sepse aty unë isha formuar për herë të parë dhe mendoja që nxënësit duhet të jenë shumë të interesuar. Dhe që si ishte ky rikthim? Pozicioni ishte krejt ndryshe nga nxënësa, no, profesoresh të gjuhës frënge, por edhe ajo atmosferë e interesit për frëngjishten. Faktikisht interesi nuk ishte i njëjtë, por duhet të themi gjatë, por për mua ishte një sfidë faktikisht, dhe sepse unë do isha kolege me ish profesorat e mi. Dhe unë isha krejt e vogël, por gjithmonë kam pas mbështetjen e tyne, sepse ish profesorët tani ishin koleg dhe u mundoheshin gjithsesi për me mësu, se si me motivu nxënësit, se si me dhanë mësimin, pra gjithmonë profesorët e mi të nderuar. Sa bukur. Dhe ju gjendeshi në dy raporte, në raport me profesorët e nderuar dhe me këto nxënës, të cilëve u injektoni pak nga pak dëshirën dhe dashurinë për gjuhën. Po, fjala që përdoret është fiks, eksakt ajo që unë e them disa herë, sepse qëllimi i mësuesit nuk është thjesht me dhanë mësimin. Unë mundohem, dhe të gjithë mësuesat mundohen me transmetu dashnin për aglanën. Pra, unë nuk jap hi në klasë me dhanë gramatiken, leksikon dhe kaq. Unë hi në klasë për me hap një dritare tek nxënësit, një dritare për një kulturë të re, për një gjuhë të re, dhe me bë me e dasht. Dhe këtë ju them gjithmonë nxënësve të mi, në momentin që keni me dash gjuhën, që keni me mdasht mua, atëherë keni me mësu frëngjisht. Shpeshherë gjuha ose diçka ka një qasje vetë mësuesin, identifikohet me mësuesin, dhe nuk harrohen asnjëherë që kjo mësuese më ka bë me ndryshu jetën time, sepse më ka bë me dash këtë lanë dhe këtë ecuri. Po, unë kam është një kënaqësi e madhe faktikisht kur ti ke shërby si një shembull frymëzimi për ish nxënësit tuaj. Dhe unë kam shumë raste që ish nxënësit e mi janë bë mësuese të gjuhës frënge dhe më thonë që zyshti i kena prej tejet. Po, e kena prej tejet, i kam fut në botën e turizmit, i kam marrë me vetë me provu se si bëhet një gujë turistike, me kalu ata barrierat, janë bë gujë turistike. Pra, gjithmonë me transmetu atë që kam pas vetë. Ndoshta është edhe dhunti i natyrës për me transmetu, por është me zemër. Dhe kjo është kënaqësi e madhe. Kjo është mësuesja. Por si mësuese keni rrugtuar edhe në ndonjë shkollë tjetër? Po. Momentalisht unë jam në shkollën Osokuka në seksionin dëgjues dhe gjatë karrierës time unë kam dhënë mësime edhe për 10 vjet si pedagoge e jashtme në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Shkodër. Shumë bukur. Kemi disa foto dhe një video regjia të cilat na transmetojnë pikërisht këto momente
kur ju zhvilloni aktivitete, ju këtu jeni në shkollën Osokuka? Po, në foton që prezentohet janë nxënësit e seksioni dëgjues. Faktikisht jesh nxënës në këtë seksion është një fat i madh, sepse jo vetëm mësojnë gjuhën, nxënësit marrin të gjitha njohuritë si një gjimnast të përgjithshëm, por disa nga lëndët jepen edhe në gjuhën frange. Pra përgatiten për universitetet franceze. Këtu në foton që jemi në Coupe France në Tiranë, që është instituti francez më i vogël në botë. Mundem me thënë që është në piramidën në Tiranë, dhe nxënësit tonë kanë përgatitur, janë mundu me të imitu ty, mundem me thënë, sepse kanë ba artikuj të ndryshëm për një gazetë në frëngjisht. E mrekullueshme. Kemi edhe një video nga aktivitetet tuaja që japin një hapësirë nxënësve që frëngjishtja të komunikojë përtej kufive, apo ja? Këto janë vetëm pak shembuj, sepse ju keni një curi. Po, në videon që po prezantohet, ne kemi organizuar Gjimnazi Osokuka bashkë me një gjimnast të Podgoricës. Kemi organizuar dy aktivitete, një në Shkodër dhe një në Podgoricë, faktikisht lidhur edhe me shoqatën e mësuesave të gjuhës frënge në Shqipëri dhe në Maltezi. Ky është një fat që ne bashkëpunojmë shumë shpesh, dhe përpara një vit, më duket 2 vite, ishte sporti, ishte tema e ditës, sepse lojrat olimpike do bëheshin në Francë. Dhe mendoj pse mos të bëjmë një aktivitet frëngjishtja dhe sporti na bashkon. Kështu frëngjishtja dhe sporti, nxënësve të shkollës Osokuka na bashkoi me një gjimnaz në Podgoricë. Jashtëzakonisht bukur, po nuk mund të pa kaluar në një aktivitet që ju e keni paralelisht, edhe që lidhet pikërisht me një promovim shumë të madh të kulturës, të traditave tona, si guidë turistike. Ju jeni tashmë një personazh i njohur i këtyre guidave turistike për gjithë botën frankofone që viziton Shkodrën. Dhe keni vite që keni vendosur një paralele mes frëngjishtes, mësimdhënies dhe këtij promovimi, për të mos kaluar më pas në paralelen tjetër të aktivitetit tuaj. Si niset pikërisht këtë aktivitet, këtë qasje? Po, faktikisht kjo filloi, mund të mendoj, u krijuan rrethanas rastësisht. Një mik im që kishte një agjenci turistike në Shkodër thotë do vinë një grup francez nga Malizi që ishin për të bërë një ekskursion në Shkodër. Faktikisht unë dija vetëm fjalën se që është guida, por se cilët ishin detyrat e një guide që janë shumë. Dhe për momentin ishte një sfidë, i thash nuk do ta bash, aty e ban. Faktikisht nga transmetimi i njohurive nga klasa, në fillim ishte në autobus dhe pastaj në kala, në muzeum e tjerë, ishte tjetër gjë. Por fakti të qenurit mësues ishte më e lehtë për mua. Pra isha mësuar me publikun. Por ama duhet të them edhe kjo ka 22 vite dhe mundem me thënë që mund të jem një ndër guidat, një ndër të parat femra në Shqipëri. Pastaj kam bërë formime të ndryshme për të qenë guid, dhe ka vite që jam edhe guid e licencuar kombëtare kulturore në Shqipëri. Pra normalisht që Shkodra unë e baj me dashni sepse është qyteti jam i linjës, por unë baj guid kulturore kudo në Shqipëri. Është shumë e veçantë, shumë e bukur. Por mendoj edhe shumë sfiduese. Si shkoi ajo guida e parë, të cilët ju në një farë mënyre kishit ato luhatjet tuaja gati nuk e refuzuat?
Faktikisht Guida parë më frymëzoi për ta vazhduar sepse hapa të frymëzoi njëri tjetrin. Sepse pra isha mosbesuese, dyshuese, si e thash mirë, a fola mirë. Pra nuk është e lehtë të bësh një guide turistave frankofon që shpeshherë në botën e turizmit quhen turistat më grinavec, sepse jo grinavec, por janë gjithmonë kërkues për të pasur gjithnjë më tepër ato vinë ndoshta të përgatitur dhe gjysmën historisë e din vetë, presin të tjera. Dhe kjo është sfida juaj. Kjo është sfida dhe duhet të them që në fillimet e mia unë doja të prezantoja Shqipërinë turistave zakonisht të parët që kanë qenë persona të interesuar, ashtu siç thatë ju, arkeolog, historian, persona që në vitet 70 kishin ardhur deri në ish Jugosllavi për të bërë turin e botës dhe në kufi ishin ndalë sepse kishte qenë ndaluar, dhe imagjinoni çfarë kuriozitetit kishin të vinin në Shqipëri të panjohur për të parë xhunglen tonë të atëhershme, të them me dashuri, për një vend që ishte ndaluar për pothuajse 50 vjet. Pra ishte një kuriozitet i papar, ishin të etër dhe prisnin gjithçka që unë thoja. Pra për mua ishte sfidë. Sfidë, po që patjetër ju detyroi të hapni një universitet tjetër brenda vetes. Po, është e vërtet. Unë kam bërë disa formime, por mund të them gjithashtu dhe duhet ta përmend, për mua kam pas një fat të madh që kam punuar për vite me një arkeolog, profesor Pierre Caban, francez, i cili ka bërë shumë zbulime në Apolloni. Dhe kur një agjenci më kërkoi që të punoj me Pierre Caban, unë thash jo, është e pamujtur. Ishte një grup me arkeolog. Imagjinoni, njohuritë e mia në arkeologji ishin modeste. Por përpara meje ishte një enciklopedi, një enciklopedi që ecte dhe i thjesht, francezët thonë deri në au bout des ongles, shumë i thjesht, që mu ma bani kaq të lehtë qëndrimin me te, shoqërimin e grupit, dhe prej ti unë kam mësu që s'kisha me arrit me mësu shumë gjëra mi arkeologjin, mi deshifrimin e ikonave, dhe ja dedikoj atij. Por ai u bë, si themi, edhe frymëzues për mua. Profesor Pierre Caban fatkeqësisht nuk jeton më. Sa herë që vinte në Shqipëri me grupe, zakonisht grupet ishin kulturor, shumë të ngritur. Shoqëruesja isha unë. Pra unë mësoja nga profesor Pierre dhe fjalet që ai më thoshte, unë kuptoja që ai e donte Shqipërinë kaq fort sa në amanitet e tij ai ka lanë që të gjithë bibliotekën personale t'i adhuroj bibliotekës kombëtare në Tiranë, dhe fatmirësisht sot atë pasuri e ka Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë. Jashtëzakonisht bukur. Tashmë ju ishit mësuesja apasionuar, por njëkohësisht dhe drejtuesja shumë e interesuar dhe që interesoheshin për të drejtuar grupe të ndryshme nga shumë vende, po kryesisht nga Franca, apo jo? Po, nga bota frankofone, shumica nga Franca, Zvicra, Belgjika. Ke pasur ndonjë moment tjetër që vërtet nuk do ta harrosh asnjëherë? Personazhe, njerëz që i ke takuar, janë rikthyer përsëri, janë bëmiq të Shqipërisë. Është një libër i gjatë për shtypjesh, apo i ke shënuar diku apo shënoj ato që mesin në mendje dhe që nuk janë pak. Faktikisht për të marrë hapin, jo tani, por në fillimet e mia. Regjia është një foto shumë speciale që mund t'i drejtohet këtij momenti kur Lindita
është pikërisht në një promocion shumë të bukur për të vizituar Shqipërinë. Është një foto që këtu. Po. Mund të afroni pak më në ekran. Po, kjo foto faktikisht unë ka marrë pjesë për vite me radhë në panajirin e turizmit profesional në Francë, në Paris. Ishte e vështirë kur vinin agjensitë franceze nga gjithë bota për të prezantuar që unë t'ju flisja për Shqipërinë. Ishin dyshues. Çfarë mund të shohim në Shqipëri, ky vend i vogël, ky vend jo i zhvilluar për ta. Do ketë hotele, a do të ketë infrastrukturë, shërbime etj. Faktikisht për të qenë guid duhet me dash vendin tënd. Dhe qofse ti e dan vendin tënd, gjen edhe të më të errtat, gjan e bukur. Dhe kjo unë kam arrit me ardhë shumë agjenci që sillnin turistat dhe përveç kësaj unë kam bërë dhe guida të themi partnerëve agjenci turistike të famshme në Francë për të parë të gjithë Shqipërinë dhe nëse mund ta themi popullor që më ja mush mendën që me sjell klientat e tyre në Shqipëri. Ja kam arrit, gjithmonë mirë e ma mirë nuk ka kur, por përderisa na kemi shumë kërkesa dhe mundohem gjithashtu që të implikoj kolegët e mi, mësuesat gjuhës frënge, ish nxënësit e mi, sepse faktikisht ka mundësi për të punuar në Shqipëri si guida turistike frankofone. Ka mundësi, mundeni të mësoni frëngjisht, sepse nuk mundeni të bëheni vetëm mësues të gjuhës frënge, por edhe gjithashtu dhe guida. Që shumë e bukur. Cilat janë atraksionet që vizitohen më shumë? Faktikisht në fillimet e mia si guide unë kam bërë të gjithçka, kam bërë guiden kulturore, kam bërë guiden natyrore, kam kalu nga thethi në Valbon në Kam me njerëz që ishin të interesuar për të parë luginën e thethit edhe të Valbonës, por tashma unë merrem vetëm me guid kulturore. Për sa i përket Shkodrës, Kalaja është krenaria jonë. Por ama kena shumë vende. Butrintja është një mrekulli, Apollonia, Bylis, muzet. Presim që të hapet muzeu kombëtar sepse është në rikonstruksion. Gjithashtu është shumë bukur dhe muzeet e tjera, kena shumë muze. Por nuk duhet të harrojmë gjithashtu dhe bukuritë natyrore. Shqipëria është e bukur, Zoti na ka beku. Tani që kjo e curi vazhdon. Megjithatë nga fillimi flas për anën e promovimit kulturor deri në këto momente dhe që patjetër që ke përditësimet tuaja, si mendon çfarë ka ndryshuar tek Lindita? Si është zhvilluar ajo edhe në këtë hapësirë? Si guid turistike? Po. Mund them që ka ndryshuar, domethënë vetbesimi në veten, marrit besimin në vete që mundena me bë, mundem me zbulu sepse fillimi ishte të transmetoj njohuritë jo në klasë për para një tjetër publiku, po shumë të interesuar. Historinë, gjeografinë, kulturën e Shqipërisë, por kjo më ka bërë që unë të lexoj dhe të vazhdoj të lexoj për formimin tim personal edhe profesional. Jo për kot keni zgjedhur presidente e shoqatës së kombëtare të mësuesve të frëngjishtes. Është një paralele tjetër që ju e ushqeni me plot pasion, apo jo? Po. Kjo është e vërtet. Faktikisht shoqata mësuesave të gjuhës frënge, APFA, është një ndër shoqatat e para të themeluara në Shqipëri në vitet 90.
pas rënies së komunizmit. Unë faktikisht me këtë shoqatë u njoha kur isha mësuese, por nuk kam menduar asnjëherë që një ditë kolegët e mi të më zgjidhshin presidente të shoqatës së mësuesave të gjuhës frënge. Si përjetove atë moment? Ishte gëzim, habi, sfidë, por mundem me thënë edhe këtu një shembull, ishte një frymëzim për mua një franceze, Brigitte Gourgon-Bazin, të cilën unë e kisha pa duke qenë mësuese, sa kontribote vullnetarisht, sepse shoqata e mësuesave gjuhës frënge është një shoqatë vullnetare, sa punonte ajo për shqiptarët. Dhe thash me vete, dhe për promovimin e gjuhës frënge, dhe thash me vete, po unë duke qenë shqiptare, pse nuk duhet të punoj, dhe e pranova. Dhe ka disa vite që drejtoj këtë shoqatë, por pa ndihmën e kolegëve të mi, ne shoqata jonë është si një rrjet ku çdo qytet ka delegatin e vet dhe ne qëllimi është kemi një foto, më saktë polifoto, regjia, e cila mund ta ilustrojë më së miri këtë moment të bisedës. Është një foto tjetër në fakt, është faktikisht një për këtë foto, edhe për këtë foto mundeni të flasim. Faktikisht janë mësues nga gjithë Shqipëria, antar të shoqatës sonë, që kemi prezantuar Shqipërinë, kemi marrë pjesë në një formim, sepse siç e thash, qëllimi i shoqatës sonë është formimi i vazhduar i mësuesave të gjuhës frënge të mos mesim atje, dhe një grup i mësuesave të gjuhës frënge ka marrë pjesë në Nice, në Universitetin Frankofonia gjatë verës, dhe këtu jemi me ambasadoren e Francës asaj kohe, attashën lingvistik, dhe të gjithë ekipi shqiptar. Siç e veni re, kemi edhe të ri, sepse ne organizuam konkursin e këngës frankofone dhe janë prezantuesit e konkursit këngës frankofone. Këto aktivitete gjithmonë janë shumë frymëzuese dhe lënë gjurmë të veçanta. Ndërkohë keni një përvjetor, 20 vjetorin, edhe këtu jemi në Nice. Kjo foto prezanton shkëmbimet e shoqatës sonë me Universitetin e Verës së Nisës. Puna në këtë shoqatë ju ka dhënë një marrëdhënie tjetër, ende më të hapur, ose përsëri shumë të hapur, ashtu siç keni edhe me guidat, me marrëdhënie me masterclass, me formime të tjera, me ecuri që lidhen me komunikimet mes mësuesve, përvojave të ndryshme, programeve dhe projekteve të ndryshme, siç ju keni pasur në mos gaboj me Kosovën, me Bullgarinë, apo jo? Faktikisht, siç e thash, qëllimi është promovimi i gjuhës frënge, dhe shoqata jon ka disa vite që bën pjesë tek Federata Internacionale e Mësuesave të Gjuhës Frënge, FIPF. Me anën e kësaj federate, shoqata jon mbështetet, jo vetëm financiarisht, por edhe me anën e formatorëve që vinë nga Franca për të formuar mësuesit. Gjithashtu shoqata jon bën pjesë, duke qenë Shqipëria pjesë e organizatës së frankofonisë OIF. Në Bullgari është qendra rajonale e frankofonisë për Europën e Linjës dhe të qendrës, Krefeko, e cila festoi 20 vjetorin. Kemi foto në regjia, ajo foto që lidhet me një polifoto, me një disa foto brenda kornizës. Këtu është 20 vjetori i Krefekos, ku kemi mësues nga të gjithë vendet, Shqipëria, Kosova, Bullgaria, Rumania, Moldavia, Gjeorgjia, Armenia, mos harroj në një, që bëjmë pjesë dhe organizojmë aktivitete. Mundem me thënë që hapësira frankofone më ka bë që ka kenë për mua një vend takimit me frankofon. Pra me anën e duke qenë edhe presidente e shoqatës, por jo vetëm, duke qenë sepse këtë fat nuk e kanë vetëm presidentat, por e kanë të gjithë mësuesat e gjuhës frënge, sepse në formimet që organizohen nga Krefeko, IF, FIPF,
FPF vinë zakonisht mësues. Ne caktojmë, bim dakord, bëhet një thirrje për kandidatura dhe zgjedhet me dhanë mundësi të gjithë mësuesave të marrin pjesë. Për shembull, organizon jo vetëm në Shqipëri, thash disa aktivitete, por gjithashtu në Strug marrin pjesë në Universitetin e Verës së Strugës, në Bullgari, në Rumani, Gjeorgji, në të gjitha aktivitetet, pa fol për Francë, Belgjik, mësuese që marrin pjesë në formime të ndryshme. Për sa i përket projekteve, kemi pasur projekte të shumta dhe së fundmi, sepse jo vetëm FIPF, po është ambasada e Francës që duhet ta falenderoj këtu që na mbështet për çdo projekt që ne depozitojmë, normal mundona që ta bëjmë më të mirën e mundshme, na mbështet financiarisht dhe kjo është një gjë e madhe sepse ne si shoqati jemi vullnetarë dhe nuk kemi të ardhura, pra mbështetemi nga ambasada. Dhe së shpejti do të kemi një aktivitet që është në valin e pranverës frankofone që filluam në fillim me shoqatën e mësuesave të gjuhës frënge në Kosovë, ku nxënës nga Shqipëria dhe nga Kosova do të punojnë së bashku mi temën aktuale të ditës, inteligjencën artificiale, ku nxënësit do të formohen dhe së bashku do të përgatisin një produkt, një video, nuk e di, janë nxënësit që kanë me ndërsa nxënësit e presin në klasë çdo mëngjes, profesoresh Lindita vjen ngarkuar me të gjithë dashurinë dhe pasionin e saj për gjuhën frënge, për ecuritë e frymëzuara të saj, për të gjitha këto rrugtime kaq të bukura dhe me një projekt që e shtron në tavolinën e saj për nxënësit e saj. Keni një aktivitet sa afërmi në shkollën Osokuka? Në shkollën Osokuka, pikërisht nxënësit e shkollës Osokuka faktikisht do marrin pjesë në këtë aktivitet. Dhe së shpejti do të bëhet ambasadoron Erb, është një konkurs midis seksioneve dy gjuhëshe të Shqipërisë, për sa i përket artit të oratorisë, dhe fituesit do të shkojnë në Torino në fund të prillit të marrin pjesë të prezantojnë Shqipërinë në botë. Një mrekulli. Gjithmonë kur ftoj personalitetet të tilla, më duket se kjo studio mbushet plot frymëzim. I tillë është shembulli dhe sot. Faleminderit. Shumë respekt për ecurinë tuaj, shumë respekt për pasionin dhe frymëzimin që keni dhe e transmetoni. Shumë respekt për atë çfarë jepni në të gjithë ecurinë tuaj me gjithë dashurinë dhe pasionin që ju karakterizon jo thjesht për frëngjishten, po për vendin, për pozicionin e mësueses, për pozicionin e një njeriu që punon shumë, një intelektuale, një organizatore shpeshherë aktiviteteve, e një ecurie që nuk rresht së punuari. Unë dua të falenderoj Lindit për të gjithë çfarë the dhe për aktivitetin tënd. Turoj shumë suksese dhe Zoti ta prift mbar. Faleminderit Merita që më dha hapësirë në studion tënde të flas për frëngjishten, që nuk është e lehtë sot ti bëjmë nxënësi që të zgjedhin frëngjishten, por vetëm me pasion, sepse e dim që profesioni i mësuesit është një mision dhe kur unë kam vendosur të bëhem mësuese, kam thënë që këtë mision duhet ta kryej dhe vetëm me punë mund t'i arrij. Faleminderit shumë. Faleminderit.